jam veç se një reper që shkoj me stilin tim. Ne jemi shqiptar, t'japim vetes një qëllim. Esim në çdo kontinent për një jetë të mirë. Është papunësia, politika, loja tyre e nxirr, që s'mendojnë kur për ne, për hallet tona, veç për njerëzit e tyre xhepat plot me korrupsiona. Nëna tona se ndavën kulotin, e ndryshuan dhe motin. Njerëz që s'vdesin nga inati, jo kur s'na ndryshoi fati. Fëmijë që por sa lindin të kenë mendje për emigrim, s'po dëgjojnë më, i kanë vënë vetes qëllim. Njerëz që vdesin nga varfëria, jo s'kan pasur kur frikë që shprendjenjat e mia. E të dëgjojnë një nën, e ta marri meritën për fëmijën e saj, që natën e ditën kam shumë emocion për një emigrant kur e shpreh, sepse niset në një drejtim që se nje, punon si sklav diku atje. A do ta mbroj dikush atë, qofse dikush e re, po qofse dikush do të vdes, a do e marr atë që meriton. Ai një punë të zez sot po punon, për familjen po sakrifikon. Duhet të ngrihemi të gjithë me njëri tjetrin, të marrim atë që është e jona, meritën ton. Një nën diku aty në fshatësi po më shikon.